do të flasim tash për zhvillimet brenda shtëpisë Big Brother VIP Kosova, për të folur në lidhje me gjithë dramën që po krijohet aty brenda e që po përcillet edhe jashtë. Kam të ftuar Kestrin Kumnova. Shëndetje Kestrin. Shëndetje Kushtrim, faleminderit. Kestrin, dramat nuk më ndalen. Kemi parë dje sidomos gjatë ditës zhvillimet të papritura, puthje gjithandaj. Për cilat po mendoj. Po flasim për puthjet që shpërthyen me të madhe brenda shtëpisë. Po shpërthyen se janë nominuar. Domethënë, ky labi i ri me bien është e kuptueshme që duhen me bëu diçka për mi shpëtu daljes nga shtëpia edhe atë skenë shoh kryesisht në kuadër të kësaj, domethënë, nominimit që e kanë. Po edhe puthjet nuk janë bëmë diçka shumë senzacionale në këtë format, se po ndodhin krejt kohën, edhe nuk është diçka shumë e madhe puthja. Është thyrë një farë forme formati puthjeve? Po jo, po s'është diçka shumë e madhe, nuk besoj mo që të publiku ndikon ajo atë shumë. Jo ndoshta puthja si veprim, për me i shpëtu prej nominimit të së daljes. Që po i bëjnë këto puthje, sepse labi i ri... Po të bia normal, bia u him u puth. Bia u him u puth. Bia nuk e ka problem atë çështje, do të mi kuptu, domethënë ajo s'është diçka për to që është të bo kundër rregullave të saj, edhe shoqërore, edhe të formatit, edhe ajo ka normal. E tash këta, kur janë nominim, zakonisht po i afrohen, se është mënyra ma e lehtë me kriju diçka mu përfol, diçka në për media, në për kështu. Pra, thua që këta të cilët janë në nominim, po i afrohen bias me qëllim të qartë që të puthen, sepse din që bia se ka problem. Sigurisht. Do më thonë, me bien e kanë shumë vështirë me hynë në dialog, se ka pak problem gjuhën, edhe din që bia është natyre tillë që nuk refuzon një puthje. Po, unë nuk mendoj kjo tashmo është dal mode kjo forme mbjetesës brenda shtëpisë, se nuk mendoj mo që diku i vjen interesant pse dy banor puthen. Që ka ardhur për para, po kanë qenë ndoshta lojtarët tillë që kanë paraqit senzacion me një veprim tillë, po nuk mendoj që labi mundet ndoshta son të shpëton, po nuk mendoj që është diçka që mban gjatë në lojë puthja me bien. Pra, thua, Kestrin, që ajo që ka u po mbrëm betët me aq, nuk është që mund të vazhdoj diçka mes labit, labinotit të ri edhe bias? Ose a mund të jetë edhe shfrytëzime që po e bën bia, shfrytëzimi i labit? Jo, shfrytëzim labi e bën këtë rast. Bia nuk e bën shfrytëzim. Thua që bia nuk e bën, a mund të ketë edhe nuancat të xhelozisë në lidhje me se çka po ndodh mes Dolçës dhe Limit, duke pas parasysh që bia ka pas një histori me Limin. Jo, nuk ma merr mendja, se bia shumë qartë ka bë me dije që e ka shok, e një moti, nuk ka ndaj preferencë me to për me vazhdu diçka, ajo e tha disa herë, e kom pas shok, kemi raport shumë të mirë, nuk mendoj që ka bia, nuk mendoj që ka xhelozi në këto raste, e ka të operu në këtë pjesë xhelozisë në lidhje. Po këtu e shfrytëzon labi, domethënë ky labi i ri pa mundësi domethënë me shfaq veten diku tjetër, shkon te bia se e din që përfolet pak një 2-3 ditë edhe i shpëton nominimin. E thua që i shpëton, thu që ky veprim i labit të mbrëmë ishte e kartë për shpëtim? Po. A është ende i rrezikuar apo shpëtoj me këtë veprim? Unë mendoj që është i rrezikuar ende, po qëllimi aty ka qenë. Nëse, domethënë, shpëton për shkak atij veprimi, po jo gjatë, domethënë, jo gjatë se s'është më po them, s'është senzacion puthja më, nuk paraqet lajm. Derisa thua që puthja nuk paraqet lajm, në anën tjetër i kemi këta banor të cilët e shfrytëzojnë puthjen për situata dhe për t'i shpëtuar eliminimit. A i bie që banorët kanë rënë e heshtë edhe nuk po din të ofrojnë diçka më kreative, diçka më të mirë? A janë banor të dopt? Nuk janë kësaj radhe banor, siç po thu të dopt, nuk janë. Unë mendoj që janë shumë banor interesant. Okej. Por e kanë pas një hezitim me jap gjithçka për në kuptimin të dota janë lodhë edhe janë... Jo, s'janë lodhë, kanë pas prej fillimit një hezitim. Ajo kryesorja që ka hyrë loj me plot qëllimin e saj mi tregu vetveten edhe me qenë e sinqertë edhe në lojë dhe në kretë është Alba. Edhe po shihet që Alba është prej 17 prajmave, 15, Alba ka qenë në epicender, jo për shkak se ju ka jap mundësia me qenë,
Po për shkak se e ka imponu veten me Ka kryu situata. ka kryu situata që me qenë në epicender. Këta tjerë, do më thonë, nuk janë rrujt shumë për njëri tjetri. Do më thonë, kjo i ka penalizu gjithë. E këtu, mas shumë dhe ka penalizu lëndrimin, i cili prej fillimit e patat kapitalin dule dhe më favorit edhe e pat kapitalin me japë shumë a shumë prej vetës, po e ka një frangurimi, tash, do më thonë, mi shpëtu për shotë Arditi ka fillu që ato valzimet e vetë, valzimi nuk të pështanë, do më thonë. Arditi e pa më një video që qarkulloj sot, një video, një veprimi tim brëm, duke valzuar, një twerk. Edhe lëndrimin edhe Arditi nuk e qënë në finale valzimi. Ata do më thonë kërësisht me një valzim, do kështu po mundohen, po nuk mjafton. Thua që lëndrimi është dopsuar? Lëndrimi nuk është dopsu, po lëndrimi nuk e ka jep maksimumin. Këtë kohën ka kalkulu, dhe më këtë kohën në rujt e ka nalë vetën, a i ka pas kapital ma shumë me japë, shumë ma shumë, se sa një valzim, ose një e ki pa lëndrimi, do më thonë, një dialog, dytën fjali, e këthan humar edhe ik, adin nuk ka japë maksimumin e vetë, edhe ta shimi të shku, do më thonë, vëshimi të i afru, ditëve të fundit, jemi në atë fazën që hymë në fazën e fundit Big Brother, a i duhet shumë, a shumë aktivizu. Unë e prita për shumë, kur kënë të mbyllun aty dënimin që e patën, që kënë me Labin edhe me Bijen, unë e prita që a i kom e hynë dialog me Labin edhe kom i, do më thonë, kom i gjujt Labit në kuptimin mi diskretitu edhe mi ashtu, a ju gjujt Bijes, nuk e ka konkurencë. Se pas të je lëndrimi e ka këtë? Ma letë, do më thonë e pak ma letë, me pat letë, unë përshët të lëndrimin një farë frike. Do më thonë frikë, edhe mi sulmu dikan, frikë edhe me hinë dialog me dikan, a i po mundohet kërësisht me qëto veprime, me valzime, me kështu, na i forëm, ilëshu aty këtu, po nuk mi aftojnë këto. Po, kemi të rekëndshin Dolce, Limi, Alba që është duke e kryuar situatë pas situatë, po merë vëmendjen e të gjithëve, sikur nuk po i jep hapësirë banorëve të tjerë, faktikisht, për të kryuar situata, e sidomos pas futjes së Limit, në anën tjetër Limin edhe Dolçen që i kemi gjithë ditën duke u puth. Po, unë prej fillimit Albin e kam pas shumë originale, edhe pse shumë ka pas dilema. Hala ka, ti i lexoj komente, do më thënë krejt, shumë njerëz mendojnë që aja po aktran, aja si ka të vërteta, Alba ka qenë plotësisht vetvetja prej fillimit. Ajo ka dashnin ndaj banorit të ri Limit, e ka pas edhe para se me hinë Big Brother, edhe e ka një dashnit një anshme, e dashnia një anshme zakonisht është obsesive, krijan varësi, edhe këtë këto elemente i ka shfaq Alba. Alba është personalitet ekstrovert që e shfaq veten, e shfaq mendimin që ka, ndjenja që i ka, emocionet që i ka, edhe mendoj që është lojtarja më e fortë edhe deri tashti më originalja. Duhet shumë mirë mi pas qartë që Alba nuk aktran. Alba dhe në ato që ka e fol ka drejt, po fol shumë, tash njerëz po kanë dorë mingu. A dhe se ti munal mingu, e shë që ajo i ka edhe logike ato që ka folë edhe të mençme. Po ti e pa për shembull gjendjen e saj emocionale, ajo e pa të njëjtën, identike kur hini Limi, siç e ka pasur në fillim, domethënë ditë e para, u transformu në njëjtën gjendje. E nuk mundet dikush me aktru ashtu, domethënë është e pamundur ti aktron një ditë, i gjysdite. Ajo çka po vjen në sy është që pavarësisht që në nominimeve e kish marrë veten. Kjo është pozitive që Alba veç e kish marrë veten. Na këtu nuk duhemi fajsu as Limin, sepse Limi e kallzoi pozicionin e vet. Ja boni qartë, domethënë nuk lujti nai, as nuk e ofendoj. As ja boni qartë, nuk jam hyrë për ty. Domethënë, po Alba ka ndjenja, që ndjenja njanshme. Edhe siç thash, ndjenjat e njanshme mandej krijojnë varësie, secili veprim i tij mandej duket që është ndërlidhur me është e drejtuar ka kjo, po shpejt e mur veten. Domethënë nuk e komprit ka shpejt që e merr veten prom dorë të nominimeve. Po, ishte më e prerë, ishte po. E te Dolce... A po shfrytëzon Dolce situatën, e ka shfrytëzuar Limin? E kom qartësu mendimin për to kur e tregoj historinë që e ka pas para se me hinë Big Brother. Domethënë, e kish pas një jetë bajegi para se me hinë Big Brother të mundimshme, kuptimin e atij rastit familje, domethënë, kish qenë pak anën sociale e shkëputun, nuk ish dalë shumë, domethënë i shkon pak e izolune me problemet veta, e mendoj që Big Brotherin e ka shfrytëzuar thjesht me përjetu kënaqësi, edhe nuk ka refuzuar çfarë do
kënaqësi Thua që Big Brother ka qenë porta e saj për të hapur edhe për të kompenzuar atë që... mirë, po, për të sigurisht këto që e tha ti, për të kompenzuar atë kohë që ka kalu, domethënë me probleme me kështu, edhe nuk e mendoj që atu e bo me qëllim caktun, as me Edin, as me Limin, po thjesht po bën ato çka po ndije, domethënë nuk e mbyll. Ashtu siç po i vjen. Siç po i vjen, nuk e mbyll derën për kërkon. Nihet mirë vetë me vepru diçka, vepron nihet mirë, i thot s'po ndina mirë, që është krejt okej. Po, sa i përket raportit të Limit me Dolçën, pat edhe deklaratat të dëve që njihen nga jashtë. Po, jo, që du të mi bëni sa në qartë, se mund ka ardhë kesh për Albin, se janë nisën do më thonë me komentu edhe mi pa si një person me probleme, e cila ka kriju një historit vetën në kokë, e nuk ka ashtu. Ajo pardje veç filloj me tregu detaje që ata kanë qenë në një lloj lidhje tash. Ajo që unë lidhje, për dikon tjetër nuk ka lidhje. Varë prej perceptimet. Se cili qifte ka atë mënyrën e vetë funksionimit, frekuencën që funksionojnë bashkë. Ajo tregoj detaje që ajo do më thonë ka shfaqet të shenja xhelozis ko pas ko, e ka thirrë me video call këtu në fjallë të Albës, e ka thirrë me video call kur ka qenë me shoqe me kështu. Do më thonë nuk është Alba që ka shpik diçka për emocionet e veta. Apo ja rëndon situatën e Limi, a mendon që Limi është plotësisht i sinqertë në lidhje me raportin paraprak me Albën? Apo e bën Limi qëllimshëm që Alba të dalë si e fiksuar pas ti? Dashuria një anshme të fikson. Alba ka ndjenja ndaj ti, ai nuk ja ka kthyt njëjtë. Do më thonë, këto janë raste që ndodhin, këto e normale njëjtë, a vedin qysh. Edhe unë e kom përcjellë me shumë vëmendje Limin mos në rasti do më thonë për shmanget raportit të në që e kam pas, a e pranoj. A i tha kemi pas një loj raporti, po s'kam djenja. Nuk kam djenja ndaj Albës. Edhe Limi po shije që është një tip loj narcisoidi që ka dëshirë vëmendje për ma shumë femrave. Do më thonë nuk mjaftohet me qenë vetëm me njën lidhje, që është shumë normale. Edhe a i pi tregon ato dhe është shumë i sinqert. Më thonë Limi pozicionin e vete ka tregu qartë prej kur ka hy. Adin nuk kemi që kaloj me hapsin, mësë të ja bo kështu, mësë të ja bo kështu, aje ka të regu qartë, s'kom hy për ty, s'kom djenja për ty, kemi pas që kemi pas, kryet. Adin? Po, do më thanë, Limi është mësë i sinqert, pas taj pjesa se si... Tash 100% asë njoni nuk janë aty, po, me një mas të knaqme e ka pozicionin e vetë e ka të regu në njërë sinqert. Po, sepse ka pasur edhe deklarata sa i përket raportit të Limit edhe Albës në një format paraprak ku ata dhe janë njohur, ku ka pas deklarata nga jashtë që gjithë shka ka qenë skenar, e që ndoshta Alba po e vazhdojnë atë skenarin edhe brenda shtëpisë. Ja, nuk mendoj që është skenar. Do më thonë, ajo që ka Alba manifeston shfaq, nuk është skenar. I ka kretë shenjat e një njëri që është i dashurun, që është një anshëm i dashurun. Në më thonë, unë thash, dashuria e një anshme ka varësie, obsesion e kretë ato, e kretë të elemente i ka Alba, edhe normalisht që personave t'il, gjdo fjallë, gjdo vepremi personit tjetëri duke që është i drejtun ka ata e marrin si shpres për një lidhje të mundshme. Po, këstrën e kemi par edhe një intervistë të Edit, i cili është deklaruar sa i përket raportit të ti me Dolçën. A i tha që Dolçën e ka njohur më herët edhe jashtë shtëpis, por që brenda shtëpis ka qenë skenare në anën tjetër, e tha që ka pas edhe marrëdhënie intime me bian, por që nuk është e transmetuar asgjë. Po ajo u di që ka pas marrëdhënie, është thonë, do më thonë është përmend edhe brenda shtëpis. Marrëdhënie ka pas edhe në Big Brother të kalun. Nuk është vetëm kë. Po, është vendosë mos mi transmitu. Për arsye që të tyre. Edhe mendoj që këtë normale. Ajo është një shtëpi ku jetojnë banorë. Nëse cilën shtëpi bënë marrëdhënie. Pse mos mu bo aty, do më thonë nuk është diçka jashtë formatit ose diçka jashtë zakonshme. Në kretë Big Brother që organizohen në botë ndodhin skenat e tilla dhe raportet e tilla. Për Edin, për Dolçën, tash kur pëthojnë e një prej jashtë, nuk mujim as mi thonë e vërtet as e pa vërtet se duhem i dëgju dhe palin tjetër. E tash pa e dëgju Dolçën, çka po thot për këtë deklarat, nuk mujim me thonë, edhe nëse njën prej jashtë nuk është për diçka se jemi vend i vogël. Po keq kuptohet kjo njoja nga jashtë, apo keq kuptohet në kuptimin që dikush që
mund të njihet ndoshta vetëm në rrjetet sociale pa u takuar asnjëherë, pastaj po thotë që njihem edhe po merr konotacion ke tjetër. Kanë mujt me pas në komunikim, unë aty nuk e dim, këta janë kryesisht figura publike që edhe mund të kenë njoftu diku me ndaj hapësim, me ndaj eveniment, me diçka, po nuk ka për mu shumë element i rëndësishëm në asnjë raport brenda shtëpisë nëse njihen jashtë. Unë kryesisht koncentrona i shoh, domethënë, veprimet brenda shtëpisë çka ndodh. Ajo njoft jashtë, asjo njoft jashtë për mua pak e rëndësishme besoj. Kestren, kush eliminohet sonte? Jam në mes Arditit kushtrimit, domethënë mes këtyre dyve, po edhe ky labi i ri ka gjasa. Domethënë këta tre njëri prej tyre, te këto eliminimet e fitoret jam shumë i pasak, domethënë nuk ka që ja qëlloj ndonjëherë. Nuk ka fort. Po në bazë asaj çka ke analizuar, kush duhet? Këta tre janë më pak të Për këtyre treve sipas te, në bazë të vlerësimit tënd, si është Kestrini, kush duhet të largohet? Qërë, kushtrimi është mendimi personal, jam se kom përmendur edhe njëherë, është shumë djalë i mirë, o këngëtar i mirë. Unë prej kur ka nisaj me kënu në TikTok e në kështu që dilke, e kom përcjell kretë kohën, pëlqen shumë që shkëllon, edhe shumë djalë i mirë. Po edhe ka marrë vëmendje prej fillimit, që përkat këndimit të tij. Këndimi ti ka marrë vëmendje prej fillimit, po brenda në shtëpi ka qenë ma hezitus, domethënë ka qenë mënyrë e tij që ka pa vetëm të funksionon brenda. Mendoj që edhe Arditi nuk ka jap maksimumin e vet, e pat një fazë kur u dhez një javë 10 ditë, po mandej u shu krejt, domethënë krejt i padukshëm. A mund të themi që ky lab i ri diçka po shtin, po shkon aty për cilë të fjalë, po diçka po bën. Këta dy, domethënë Arditi edhe kushtrimi shumë pak aktiv, domethënë sti. Ardita mund të themi që ra në heshtje pas daljes së Fjollës, sepse e dim që Fjolla ka qenë një nxitse për aktivizimin e Arditit. Unë mendoj që Arditi edhe pak pat frikë prej situatave që ju krijun atë. Ja nisi me kalkulu çuç kanë më reflektu jashtë kur del. Edhe mandej u tërheq. Ade nuk tash pisha, domethënë edhe Arditi edhe Lëndrimi duhet mi di që vallëzimi nuk çon finaleve, nuk ta fiton Big Brother pse dridhesh. Ajo është shumë okej. Me kriju atmosferë, kretë okej, publiku ka qef me pas, ade momente tilla janë argëtuese, po nuk ka ajo maksimumi që ka ti dush me ja brenda. Ade? Po, Kestrin, faleminderit shumë që edhe sot ishe në Faleminderit shumë për ftesën.